Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Irani fillon të lejojë anijet jo armiqësore të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit. Disa anije nga Kina, India dhe Pakistani po kalojnë në këtë rrugë ujore jetike. Raportohet se janë vendosur dhe pagesa deri në $2 milion për të kaluar. Krahas asaj, një zëdhënës i ushtrisë iraniane është tallur me pretendimet e Trump se po zhvillohen bisedime për një marrëveshje paqe, duke thënë se SBA po negocion me vetveten. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se zëvendës presidenti J.D. Vance dhe sekretari i shtetit Marco Rubio po udhëheqin negociatat me Iranin, duke shprehur optimizëm se një marrëveshje është afër. Një burim iranian i tha CNN se Teherani është i gatshëm të dëgjojë propozime të qëndrueshme për t'i dhënë fund luftës. Britania dhe Franca janë në përpjekje për të krijuar një koalicion për të ndihmuar në sigurimin e ngushticës së Hormuzit. Mbretëria e Bashkuar është ofruar të organizojë një konferencë sigurie mbi kanalin kyç për dërgesat globale të naftës në Portsmouth ose në Londër në të ardhmen e afërt për të zhvilluar plane, raporton BBC. Zyrtarët e mbrojtjes thonë se çdo mision do të kërkojë një koalicion të marinës për të ofruar siguri për anije tregtare dhe thekson se çdo plan për të shoqëruar cisterna do të diktohet nga kërcënimi i cili aktualisht është shumë i lartë. Një zyrtar i mbrojtjes britanike tha se beson që raportet për vendosjen e disa minave ishin të vërteta, por shtoi se korridoret e transportit detar në ngushticën e Hormuzit ishin ende të hapura dhe po përdoreshin nga një numër i vogël cisternash. Pentagoni pritet dërgojë mira ushtar nga divizioni litar i 82 ajror në lindjen e mesme. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, administrata e Donald Trump po kërkon një marrëveshje të mundshme me Iranin për të dhënë fund konfliktit në rajon. Zyrtarët që folën në kushte anonimati nuk specifikuan vendodhjen e saktë të dislokimit apo afatin e mbritjes së trupave, të cilët aktualisht janë të stacionuar në Fort Bragg në Karolinën e Veriut. Sipas raportimeve, bëhet fjalë për një dislokim prej rreth 3000 deri në 4000 ushtarësh që i shtohen forcave ekzistuese amerikane në rajon, përfshirë mira marinsa dhe marinar në bordin e anije sulmuese amfibe USS Boxer dhe njësive shoqëruese. Përpara këtij zhvillimi në lindjen e mesme ndodheshin rreth 50.000 trupa amerikane. Bashkimi Evropian kërkon arritjen e një marrëveshje paqësore me Iranin. Gjatë një vizite në Australi, presidentja Ursula von der Leyen theksoi nevojën për një paqe të negociuar për t'i dhënë fund luftës në Iran. But it is of utmost importance that we come to a solution that is negotiated, and this puts an end to the hostilities that we see in the Middle East. Është me rëndësi thelbësore që të arrijmë në një zgjidhje të negociuare, e cila u jep fund armiqësive që po shohim në lindjen e mesme, tha von der Leyen, kryeministrit australian Anthony Albanese në Canberra. Disa vende të Bashkimit Evropian po përgatiten të ndihmojnë në një mision për mbrojtjen e ngushticës së Hormuzit pasi të përfundojë lufta, shtoi von der Leyen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë një tërheqje të mundshme të Iranit nga programet bërthamore. Presidenti SBA-s tha se nëse arrihet një marrëveshje, Washingtoni do të marrë uraniumin e pasuruar të vendit. Nëse kemi një marrëveshje me ta, do të shkojmë ta marrim vetë, paralajmëroi Donald Trump, duke theksuar se raundi i fundit i bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit u zhvillua të dielën vonë. Bisedime të mohuara nga Irani, Trump u tha gazetarëve para nisjes për një udhëtim në jug të SBA-s se Irani kërkon marrëveshje dhe SBA-t duan një marrëveshje me Teheranin. Irani përgënjeshtron informacionet për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme iraniane tha se Teherani ka marrë pika nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ndërmjetësve si një hap i mundshëm paraprak drejt bisedimeve, ndërkohë çmimi i naftës u rrit sërish mbi $100 për fuqi, pasi kishte rënë të ënën kur Trump foli për herë të parë për bisedimet SBA-Iran. Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite deklaroi se ka rrëzuar të paktën 19 dron në provincën lindore të mbretërisë e pasur me rezerva nafte. Bahreini ka aktivizuar sirenat e alarmit për raketa, ndërsa Kuwaiti ka deklaruar se mbrojtja e tij ajrore po përpiqet të rrëzojë raketat në hyrje. Kancelari gjerman Friedrich Merz shpreu mirënjohjen dhe presidenti amerikan Donald Trump pas vendimit për të shtyrë sulmet kundër termocentralave iraniane dhe për të hapur rrugën për bisedime të drejtë për drejta me Teheranin. Merz tha se ishte shprehur Trumpit shqetësimin e tij pasi ky i fundi lëshoi një ultimatum që Irani të riap ngushticën e Hormuzit, përndryshe termocentralet e vendit do të bombardoheshin. Gjermania, ekonomia së cilës ka qenë në krizë për 3 vjet, i druhet një situatë edhe më serioze ekonomike me çmimet në rritje të hidrokarbureve. Shkaku është bllokada e Teheranit ndaj ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore strategjike për furnizimet globale me naftë dhe gaz, që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën ofensivën e tyre.
Dronët rus godasin dhe vendet e NATO-s. Shërbimi i sigurisë së brendshme të Estonisë tha se një dron i lëshuar nga Rusia goditi Oxhakun në një centrali në Estoninë Verilindore. Askush nuk u lëndua në incident, tha shërbimi i njohur si ISS në një deklaratë duke shtuar se droni hyri në hapësirën ajrore të Estonisë nga hapësira ajrore ruse. Termocentrali Evyur ndodhet në Estoninë Verilindore afër kufirit rus. Kjo nuk është hera e parë që dronët rus shkelin hapësirën ajrore të vendeve anëtare të NATO-s. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.